Është koha për intervistën e ditës, i ftuar është i dërguari i qeverisë në krye të komunës së Gostivarit, zoti Fadil Xhelili. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Alsat. Mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Xhelili, shumë debat hapi emërimi i të besuarit në krye të komunës së Gostivarit. Ju vetë vinin nga fusha e drejtësisë, është i ligjshëm ta sqarojmë një herë vendimi i qeverisë për emërimin e të besuarit në krye të Gostivarit, pasi nga opozita kishte shumë reagime, thonë që vendimi është në kundërshtim me ligjin dhe shkel vullnetin e qytetarëve. Vendimi i qeverisë për të emëruar ushtrues detyre apo deleguar kryetar komune në Gostivar dhe në ca komuna tjera, bazën juridike kanë në nenin 132A, nëse nuk gabohem, ku në mënyrë precize rregullohet kjo materie. Në rast se 1/3 e votuesve nuk del në proces zgjedhor, atëherë procesi zgjedhor përsëritet nga fillimi. Dhe për këtë periudhë, qeveria delegon kryetar komune. Në afat të 60 ditë përsëriten zgjedhjet dhe gjithçka është konform kodit zgjedhor. Po, zoti Valbon Limani paralajmëroi ankimin pranë gjykatës kushtetuese të këtij vendimi. Druani se ky proces mund të anulohet? Unë fare nuk druaj për shkak se emërimi im është i bazuar në ligj, ndërkohë që zoti Limani lirisht i shfrytëzon të drejtat e tij dhe ka drejt ankimimi në gjykatën kushtetuese. Zoti Limani nuk ju priti ditën që morët detyrën në krye të Gostivarit, ju mbeti hatri? Është hatër mbetje nga që njihemi personalisht, jemi miq, Gostivari është një qytet i vogël, por megjithatë e kam pritur sepse skena politike është e tillë. Për fat keq nuk më priti edhe administrata, që nuk është për të dëshiruar, por unë i kuptoj edhe ato nga se administrata është shumë e friksuar, është shumë e shantazhuar, e kërcënuar. U është thënë se pas 11 janarit vjen 12 janari e kështu me radhë. Pra doni të thoni që kjo tregon se sa e partizuar është administrata jonë? Fatkeqësisht, mos them tërësisht. Pak vende ka që nuk janë të partizuara dhe kjo është për të ardhur keq. Këtë dëshmoi edhe sjellja e tyre, të cilët kishin marrë urdhra që të respektojnë dhe pat një atmosferë e zymt, e pakuptim, vjen një njeri që bazohet në ligj ardhja e tij apo funksioni i përkohshëm i tij deri më 11 janar. Më 11 janar janë zgjedhjet dhe sigurisht se kandidati që do të fiton do të merr mandatin e plot. Po, ajo ra në sy pranë gazetarëve të medjave që ndoqëm ditën kur e morët detyrën se objekti ishte tërësisht i zbrast, madje dritat ishin të fikura, po tani më 2-3 ditë shkoni ju në komunën e Gostivarit, po administrata vjen në punë? Administrata vjen në punë për hir të së vërtetës, por gati... A i kryen punët? I kryen punët e tyre, por gati 1/3 ka marrë pushim të rregullt apo pushim mjekësor, ndërsa ata që janë në përzyrat e tyre, ndërkohë që punët ecin, po është sot dita e parë realisht e punës që kanë filluar, kam komunikuar me disa prej tyre, dorën në zemër, janë përgjigjur kërkesave të mia, si ditë e parë, shpresoj që me kalimin e kohës të gjithë ta kuptojnë se unë nuk jam armiqësor, nuk kam shkuar as të dëmtoj dikë, më as të bëj keq. Kam shkuar në bazë të ligjit, të nenit të përmendat kodit zgjedhor, për të mirën e tyre për mbarvaqen e funksionit të kryetarit të komunës. Megjithatë edhe ju i vetëm nuk mund të funksiononi pa pasur edhe mbështetjen, po administratës, gjithashtu edhe të Këshillit Komunal. Keni ndonjë plan B nëse administrata nuk e kryen punën që do t'i jepni ju? Unë kam shpresë se ato do ta kuptojnë se është për të mirën e tyre që të bashkëpunojnë. Nga se unë kam shkuar rreth të parë për të ruajtur kontinuitetin dhe funksionalitetin e administratës komunale. Kështu që
shpresoj që dal nga dal me kalimin e kohës të fillojnë të jenë më bashkëpunues, të kryen detyrat e tyre. Sepse, mos harrojmë, sot është 1 vjetor, ato duhet të marrin rroga dhe dikush duhet t'i nënshkruaj. Pastaj është periudhë e dimrit, na vinë mërgjimtarët, janë festat e fundvitit. Të gjitha këto qytetarët kërkojnë shërbime nga administrata komunale. Kështu që ato e din, unë mendoj, por pritet ca ditë që të binden se ardha ime aty është vetëm për të mirën dhe në funksion të tyre dhe të qytetarëve gostivarë. Siç thash edhe Këshilli Komunal shumicën e ka AKI-ja, pra kryetari i këshillit është nga radhat e BDI-s. Në këtë kuadër prisni të keni bashkëpunim me Këshillin Komunal apo mund të keni dhe blokad? Po tani është sinqerisht herët që të flitet për diçka të tillë. Unë do të jem bashkëpunues, jam i hapur, edhe këshilltarët i njoh të gjithë, pres një bashkëpunim me ta, vetëm në funksion të mbarvajtjes së punës së komunës së Gostivarit, por diçka do varet prej pozicionimit të tyre. Do të keni një mandat të shkurtër deri në 11 janar, kur janë caktuar zgjedhjet e reja në Gostivar. Për këtë periudhë kohore, ku do të jetë fokusi, cilët janë punët urgjente që duhet t'i bëni si kryetar i komunës? Siç e thash, punët urgjente janë mbarvajtja dhe funksionaliteti i komunës së Gostivarit. Unë që sot kam deponuar, kam marrë veprime për deponuar në shkrimin tim, sepse presi një sër aktesh për të nënshkruar, ndërkohë që edhe fillim viti priten rrogat e të punësuarve, kështu që kjo do të jetë ajo që të mos ketë asnjë shkputje të funksionimit të komunës. Mos flas për çështje tjera, për transportin e nxënësve ku ca informata për to ditë kam marrë se me muaj të tërë, kohë të fundit, transportuesit që transportojnë nxënësit për shkolla nuk kanë marrë pagat e tyre. Kështu që gjitha është në funksion të një normaliteti dhe një të funksionimi normal të komunës. Komuna e Gostivarit njihet për nga borxhi i madh që ka si komunë. Keni pasur kohë që të shikoni se si është gjendja me buxhetin e komunës? Akoma nuk kam arrit të konstatoj deri aty. Me siguri se do të angazhoj revizorin e mbrëmshëm të komunës, se çdo komunë ka revizorin e saj, ose edhe ndonjë përforcim nga jashtë nëse do nevoja, dhe e gjithë kjo për të ardhur për të bërë një ekspertizë nga fusha ekonomiko-financiare, nga se unë vetë jam jurist dhe laik në këtë fushë, dhe atëherë do të dalë me siguri në mediume të prezentoj gjendjen reale dhe faktike financiare të komunës së Gostivarit. Pra do të bëni dhe një revizion të punës që ka bërë paraardhësi juaj, apo do t'i vazhdoni gjitha projektet që i ka nisur ai? Patjetër fillimisht të bëj një revizion që të konstatohet gjendja financiare, nga se në opinion me të madhe po flitet. Është borxhi 20 milion euro, dikush thot 25, dikush 30, ta shto janë informata, mund të jenë edhe dezinformata. Kështu një revizion i mirëfillt do ta bëj screeningun dhe gjendjen reale, faktike, financiare që është në komunën e Gostivarit. Ju për këtë kohë, pra siç thash, jeni i dërguari i qeverisë. Megjithatë, a ka një dakordsi tashmë mes partnerëve të koalicionit të Vlenit që t'jeni dhe kandidati i ardhshëm që do të garojë në zgjedhjet e 11 janarit për kryetar të Gostivarit? Unë kam pranuar mandatin deri në 11 qershor. Dhe nëse 11 janar. Janar, më falni. Yes. Deri në 11 janar. Dhe jam i dërguar i Vlenit si pjesëtar që përfaqësojnë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tani partnerët e koalicionit do të vendosin nëse do të mbetem unë në kandidaturë të hi, apo mund të vijë edhe ndonjë kandidat tjetër. Gjithçka është marrëveshje politike mes partnerëve të koalicionit. Por nëse jam unë, gjithsesi atëherë do të pranoj kandidatën, po, kandidaturën ta pranoj dhe të vazhdoj të hi në garë. Po. Megjithatë, në zgjedhjet e fundit, koalicioni i Vlen nuk arriti një rezultat të mirë në Gostivar.
kundërshtarët tuaj politik, pra AKI-ja pati një rezultat shumë, pati e përsi të madhe, patët kohë të analizoni përse ky rezultat dhe çfarë hapash duhet të ndërmerrni për ta përmbysur këtë rezultat? Unë tani personalisht, jemi sinqert, nuk kam bërë ndonjë analizë, nga se edhe nuk kam patur kohë, por do t'i bëjmë analizat dhe do të shohim se nga ka ardhur ky rezultat. E parë, unë mendoj se është një pakënaqësi dhe dëshpërim tek qytetarët dhe mosarritja e cenzusit vetëm sa e dëshmon atë. Gjithnjë ka hapësirë edhe për diçka tjetër, rezultate tjera, po ky duhet të jetë faktori më dominant dhe më domethënës se të dëshpërohet një popullat dhe të mos dalë cenzusi të arrihet, kjo flet shumë çka. Pastaj ka edhe faktor tjerë, siç është për shembull mërgimi, viteve të fundit e faktor të tjerë. Tani jo vetëm si në krye të komunës Gostivaret, por edhe si një qytetar i Gostivarit, cilët janë punët më urgjente ose problemet kryesore me të cilat ballafaqohet Gostivari e që duhet t'i zgjidh kryetari i ardhshëm i komunës. Disa nga problemet më madhore që ka Gostivari si komunë. Ku duhet të jetë fokusi? Unë apo kryetari i ardhshëm mas 11? Qoftë ju, qoftë cili duhet të jetë Jo, pa ta fjalin, unë në mandatin tim, apo ai në mandatin e plot që do të vi? Po edhe ju gjatë këtij mandati, por edhe pas 11 janarit, se dhe tani koha është shumë e shkurtër, një muaj e gjysmë, dhe edhe pak do të nisë dhe fushata zgjedhore që... Unë e përmenda, domethënë se me njëherë kam filluar, sot është 1 dhjetori, të merrem me ca gjëra që ta ruaj kontinuitetin dhe funksionalitetin e komunës. Dhe kjo primare për mua. Tani ka dhe shumë projekte tjera që duhet ndërmarrë. Më shumë flasim për ato që pas 11 janarit në zgjedhjet e ardhshme, pra ku duhet të jetë fokusi, janë infrastruktura, është... Fokusi gjithsesi do të jetë së pari në ujësjellsin e Gostivarit, sepse nga ca të dhënat që kam nga miq të ndërmarrjes publike komunale, është një rrjet i harxhuar, i konsumuar, janë, domethënë, nga azbesti, janë ato gypat, domethënë, tërësisht dhe aty duhet një renovim i tillë që e premton çdo garnitur që vjen në pushtet në Gostivar dhe si duket asgjë nuk ndërmerr. Pastaj është çështje problematike shumë edhe pastërtia e Gostivarit. Mbeturira gjithandej, qenë ndacak gjithandej, pastaj kanalizimi i urave të zeza të mos flasim, nuk funksionon nga këtij fare, premtohet një filtr në lumin Vardar, ndërkohë që shumë gjëra të tjera, komuna e Gostivarit thjesht është lënë krejtësisht pasdore dhe është në një gjendje për fat të keq, haotike dhe është për të ardhur keq. Jo, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve për ftesën.